Të nderuara zonja, nëna, gra, motra, kudo që ndodheni. Ju uroj nga zemra gëzuar 8 marsin, gëzuar këtë ditë të bukur, këtë ditë e cila është dedikuar vetëm për ju. Unë mendoj se dedikimi dhe respekti ndaj jush duhet të jetë në çdo ditë të jetëve tona, sepse ju jo thjesht jeni gra, ju jeni kuptimi i jetës, ju jeni frymëzimi, ju jeni frymëmarrja e çdo shtëpie. Jam shumë i sigurt që një shtëpi pa grua, pa nën, brenda është një shtëpi bosh. Shijojeni këtë ditë, sepse nuk e them unë, e kanë thënë të tjerët. Jeni gjithçka. Disa ju quajnë se jeni mbretëreshat e jetëve tona, të tilla jeni. Thuhet se nëse burri çon në shtëpi mielin, gruaja e kthen në bukë. Dhe nëse burri i çon dashurinë gruas, gruaja e kthen në lumturi për të gjithë familjen. Faleminderit që ju ekzistoni. Po në këtë ditë, meqenëse në simbolikën tonë gjithkohon e kemi përjetuar si një ditë feste, 8 marsin është një ditë proteste, një ditë kur zëri juaj duhet dëgjohet më shumë se çdo herë tjetër. Unë një mesazh të veçantë kam për të gjitha ato të cilat sot gjenden në një betejë me jetën. Luftoni fort. Jepjani buzëqeshën këtij realiteti, kësaj jete. Jetoni dhe luftoni jo vetëm për veten tuaj, por edhe për ne. Të kuptoni se ju jo thjesht jeni gra, por jeni heroina tona. Paçi gjithë bekimet e Zotit në këtë ditë të bukur. Pastaj për të gjitha zonjat e tjera, festojeni, shijojeni. Në fundit, besoj se çdo kush, ashtu sikur se dhe unë, me zemër ju them, faleminderit që ekzistoni. Faleminderit që i keni dhënë kuptim i jetëve tona. Edhe një herë nga zemra, gëzuar 8 marsin dhe e kalofshi sa më bukur sot.